Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Të nderuar vëllezër dhe motra, sonte jemi në natën e parë të Ramazanit, në muajin e madh të begatë të muajit Ramazan, i cili ky muaj vjen si mëshirë dhe ndryshim për zemrat e besimtarëve. Duke patur si traditë, Forumi Studentor Kataçeri ka menduar këtë vit të bëj një podcast të veçantë, ndryshe nga vitet tjera, duke patur si moderator dy nga mësuesit e forumit, pra unë, Shkëlqimin dhe Esmeralda Sulkën, ku do të tregojmë si pjesë të forumit tematika të ndryshme, duke folur edhe për gjurmë suksesi që vazhdojnë, pra ne kemi breza që kemi në vazhdimshmëri për të patur pjesë të këtij programi. Normalisht jemi në muajin e madh të Ramazanit, e kemi vendosur një slogan 30 hapa drejt mëshirës. Ky slogan është vendosur nga një grup pune që ne kemi dhe kemi bërë këtë pjesë, pra këtë Ramazan ndryshe nga Ramazanet e tjerë, për të dhënë dhe mesazhe nëpërmjet diskutimeve tona, të ftuarve tonë dhe mesazhe rreth Ramazanit. Edhe një herë sot kam kënaqësinë të kem Esmeraldën. Mirë se erdhe. Mirë se jeta. Selam aleikum. Aleikum selam. Do flasim pak për fillimin e këtij forumit. Pse je bërë pjesë e këtij forumit? Edhe kush ka qenë nxitja jote për të bërë këtë organizim? Atëherë, duke përfituar nga rasti i muajit të shenjtë të Ramazanit, gëzuar gjithëve Ramazanin dhe qoftë një Ramazan i mbar për të gjithë. Nëse i referohemi forumit si historik, atë e gjejmë përpara 10 vjetësh në hapat e parë, por edhe në vazhdimësim e punës që është bërë me fëmijët në fondacion. Unë nis si një nevojë për procesin e edukimit të këtyre fëmijëve. Duke patur parasysh që në sistemin arsimor, unë jam pjesë e sistemit arsimor, duke patur parasysh që në sistemin arsimor mungon pjesa e edukimit të individit, ishte shumë e rëndësishme që në këtë stadë të jetës, siç është stadi i studentit, të pajisen me njohurit dhe me ato vlera të cilat do jenë pjesa e rëndësishme e zhvillimit të individit. Pra, për krah njohurive akademike që ata marrin profesionet e ndryshme, ju duhet patjetër për të qenë njerëz të kompletuar dhe të shërbejnë vetes, familjes dhe shoqërisë, e pam të rëndësishme që ne të hapim këtë forum me takimet javore, të cilat kanë startuar përpara 10 vitesh. Mirë, me këtë situatë që ti po diskuton aktualisht, institucionet tona shtetërore apo e përplotësojnë edukimin e brezave, po ka akoma mangësi. Po themi mirë, para 10 viteve kemi hapur si forum. A ka nevojë pra forumi të jetë pjesë e kësaj shoqërie për të rritur dhe zhvilluar individët? Të jem e sinqert, unë jam kritike në lidhje me çështjen e edukimit të individit për sa i përket sistemit arsimor, pasi unë mendoj që i vetmi vend në të cilin fillon edukimi, por që nuk duhet të ngelet vetëm familja sot është e vetme në procesin e edukimit, duhet të ishte përforcues i edukimit dhe pajisjes me vlera morale, me virtyte të individit, duhet të ishte patjetër dhe sistemi arsimor. Sot ne kemi një sistem arsimor të mirë kompletuar në aspektin akademik, por që çalon në këtë lloj aspekti dhe unë mendoj që jo vetëm forumi jon, po të gjithë institucionet të cilat janë pjesë e edukimit, duhet patjetër të kenë në fokus edukimin e individit dhe jo thjesht njohurit akademike të cilat mësohen përmendsh dhe në fund ne sot vuajmë jo vetëm shoqëria shqiptare, po në tërësi në botë vuhet pikërisht ky element, mungesa e vlerave dhe e normave minimumi njerëzore. Mirë, me që jemi në ditën e parë të Ramazanit, pra jemi darka e parë dhe normalisht gjithë besimtarët që kanë bërë niyet për ta agjëruar këtë muaj të Ramazanit, dhe Zoti e lehtësoft gjithëve dhe Zoti e pranoft. Dhe me që jemi tek puna e niyetit, pra një mesazh për niyetin. Dihet që profeti Islam thotë innamal a'malu binniyat, me të vërtetë veprat janë sipas qëllimeve. Dhe niyeti është një nga elementet të rëndësishëm të çdo vepre që bën individi. Si e percepton ti niyetin, qëllimin, pse agjeron ti? Atëherë, nëse do ta shikojmë të çështja e niyetit, në aspektin personal dhe atë profesional, unë nuk mund ta ndaj dot në këtë temë edhe çështjen profesionale. Në psikologji është shumë e rëndësishme mënyra se si ne i projektojmë gjërat. Në varësi të projeksionit që ne krijojmë, ashtu dhe gjërat do rrjedhin dhe ne do ndërmarrim hapat në vazhdim. Nëse do të referojmë niyetit, por përpara se të shkojmë te niyeti, unë do ndaloja te një element i rëndësishëm që është vetdia. Në momentin që ne hymë në muajin Ramazan dhe krijojmë një vetdije për atë çfarë është Ramazani dhe atë çfarë jemi ne, unë mendoj që niyeti më
i rëndësishëm i cili do të japi jetë agjërimit ton, është pikërisht vendosja e vetes përballë vetes. Unë mendoj që Zoti na e ka bërë me dije mënyrën e qartë të njetit, pasi thotë çdo gjë e bëni për veten tuaj, vetëm agjërimin e bëni për mua. Unë nuk jam teologe, por disa gjëra të cilat janë në pjesën e besimit janë shumë të rëndësishme që njeriu të ndërtoj veten, por jo vetëm veten, por dhe shoqërinë në cilën jeton. Dhe njeti është pikërisht ai i cili e ndihmon njeriu të vendosë ato shkallë nëpër të cilat do kaloj jo thjesht të ri pa bukë dhe pa ujë, por të vendosi qëllime madhore të cilat do ta ndihmojnë të jetë një njeri më i mirë mbas 30 ditëve të agjërimit. Mua personalisht më ve si të thuash në lëvizje, por ja u them zakonisht edhe atyre që unë punoj studentëve, nxënësve, është shumë e rëndësishme. Normalisht ne funksionojmë sipas qëllimeve në të gjitha proceset e jetës, por momenti kur ne dorëzojmë agjërimin ton në kohën e iftarit, unë mendoj që gjithë secili nga ne duhet t'i drejtoj vetes një pyetje. Pra, a e dorëzova unë agjërimin tim sot ashtu siç e kisha në jetin? Sepse gjatë rrugës lodhja, angazhimet, sfidat, dinamikat që ka jeta, nganjëherë ndodh që ne të na ngatrojnë. Mirë, po kur vjen ai stacioni i pjesës së iftarit, nëse ne do t'i drejtojmë veten pyetjes që a e dorëzova unë agjërimi sipas niyetit që kisha, kjo do na bëjë ne të vendosemi përballë një pozite që të shikojmë si ishte dita sot, me qëllim që nesër të jetë e korrigjuar dhe e përmirësuar. Dhe unë mendoj që nëse do ta shikojmë në këtë lloj këndvështrimi, çdo ditë niyeti që do bëhet do jetë më i mirë dhe më i korrigjuar dhe më i arrirë se sa ditët në vazhdim. Shpresoj që t'i arrijmë kësaj. Ty Zot dhe shpërbleft, përmendë një nga tekstet fetare që thot pejgamberi selam, çdo punë e bira të demit është për të, përveç agjërimit, ai është për mua dhe unë është për bleftë. Pra vetveta agjërimi ka një fokus të jashtëzakonshëm për tek qëllimi pse e bën ti këtë agjërim. Dhe shpërblimin ta jep bujari, krijuesi i gjithësisë, më shumë se ç'e mendon njeriu. Kështu që ne shpresojmë që gjithë ato që na ndjekin neve ta bëjnë jetën sonte për ta agjëruar këtë muaj të Ramazanit dhe Zoti ta pranojë gjithëve edhe një muaj të mbar. Takohemi në episode të tjera.